Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha konfirmon se ndaj tij janë hequr sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajmin si fillim preferoi ta jap në sallën e kuvendit mes bashkëpunëtorëve dhe kundërshtarëve të tij politik. Unë erdha, u krye. Interesimi të medias ju përgjigj vetëm me deklaratën se informacioni i Departamentit të Shtetit i është përcjell në rrugë zyrtare. U ktheva, kam patur komunikim zyrtar. Ndërkohë Berisha u kujdes të theksojë se nuk ka qenë non grata në SBA, por ka patur vetëm ndalim hyrje. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata. T'jeni sigurt. Ka patur një sankcion vizën. Kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Menjëherë pas Berishës, mediave ju drejtua kryetari i grupit parlamentar Socialist Balla. Ai tha se komentin për këtë çështje rezervon ta bëjë vetëm kur lajmi dhënë nga Berisha të jetë zyrtar nga Departamenti i Shtetit. Sali Berisha është shpallur non grata për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Fakti që ka një proces penal me akuzën për korrupsion, besoj fort në drejtsinë shqiptare. Në 19 maj, pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021, ish kryeministri Sali Berisha dhe familja e tij u shpallën non grata nga SBA. Ish sekretari i Shtetit Blinken firmosi sanksionimin me argumentin se ndaj Berishës ka akuza për korrupsion dhe minues i demokracisë.